Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në live-in e ditët së sotme, ku ne do të flasim në lidhje me marrëdhëniet e shëndetshme. Në këtë live, unë do të kem të ftuar psikologe Desdemonën, në të cilën ne do të zhvillojmë një bisedë me njëra tjetrën, ku do të diskutojmë në lidhje me marrëdhëniet, si duhet jetë një marrëdhënie e shëndetshme ose një marrëdhënie konstruktive, sa ndikon pasja një marrëdhënie të shëndetshme në harmoni dhe në funksionim me marrëdhëniet të tjera që ne kemi. Do të diskutojmë se sa e rëndësishme është pasja, sidomos e një partneri i cili na jep mbështetje në punët që ne bëjmë, duke qenë se jemi nëna, në të njëjtën kohë jemi gra të cilat kemi krijuar si përmarrjet tona fizike dhe online, dhe sa e rëndësishme është pasja dhe krijimi i këtyre marrëdhënieve për të qenë në harmoni me njëri tjetrin. Për mua, një marrëdhënie e shëndetshme, si Kristi, nëse do të më bëj një pyetje, çfarë është për ty Kristi një marrëdhënie e shëndetshme? Për mua një marrëdhënie e shëndetshme është ajo marrëdhënie në të cilën dy shpirtra takohen, bëhen bashkë dhe asnjëri prej tyre nuk e humbet individualitetin e vet. Kjo për mua është marrëdhënie e shëndetshme, ajo marrëdhënie nëpërmjet të cilës gjithë secili nga partnerët, jo vetëm, po flas jo vetëm për partner në jetë, në marrëdhënie bashkëshortore, por edhe për partner biznesi, po flas edhe në marrëdhëniet që ne mund të krijojmë dhe kemi me familjarët tanë. Pra, kur dy persona bëhen bashkë me njëri tjetrin për ta mbajtur këtë mirëmbrëma e dashur, këtë marrëdhënie, atëherë kjo marrëdhënie bëhet konstruktive dhe bëhet e shëndetshme kur ata marrin dhe japin nga njëri tjetri. Është shumë e rëndësishme pjesa e marrëdhënieve, dhe pse e cek këtë, sepse në të gjithë punën time online kam vënë re që një nga faktorët kryesor për zhvillimin personal dhe emocional të çdo individi që duhet ta kuptojnë është qasja e tyre dhe qëndrimi i tyre në marrëdhënie toksike. Në marrëdhënie në të cilat nuk të lejojnë që ty të marrësh frymë lirisht, në marrëdhënie në të cilat ty nuk të përkrajnë për gjërat që ti dëshiron të bësh. Qoftë dhe për krijimin e një zakoni shumë të thjeshtë, një zakoni rutinor, do thoja unë, të daljes dhe ecjes, së krijimit të marrjes frymë lirisht. Ka persona që dhe këtë ta kufizojnë në ditët e sotme, edhe pse është 2025, por dhe duket absurditet, por ka dhe persona që vërtet ta krijojnë këtë lloj pengese sot, sepse e shikoj ditë për ditë nga vajza të cilat ankohen për pasjen dhe qëndrimin në këto marrëdhënie. Nuk kam mbështetje, nuk kam suport, nuk kam financim, nuk kam qëndrim pra të mirë dhe nuk arrit dot që të bëj diçka sepse partneri, sepse familjari, babai, nëna nuk më përkra në këtë gjë që unë bëj. Pra, këto janë jo justifikime, por këto janë problematikat e vërtet të shoqërisë tonë shqiptare, marrëdhënie të cilat janë shumë të ftohta, marrëdhënie të cilat për mua janë shumë jo vetëm toksike, por janë shumë të pazhvilluara në mentalitetin e tyre. Vendosja, ose ajo gjë që unë e them gjithmonë, pasja e prindërve, të cilët, se kjo fillon që nga pjesa unë kam pasur fatin që jam rritur me 2 prindër të cilët më kanë dhënë liri. Liri për të vepruar, lirin për të punuar, që në moshë 17 vjeç, lirin për të ndjekur ëndrat e mia, pa më bërë presion, por ka pasur shoqet mia që unë e kam parë atë lloj presioni të fortë të prindit për të detyruar fëmijën e tyre për të zgjedhë shkollën që prindi donte, jo atë që donte fëmia, për të zgjedhë rrugën që prindi dëshironte, pa e pasur dhe pa e marrë parasysh emocionin e atij fëmie, dëshirat e atij fëmie, ëndrat e atij fëmie, dhe gjithçka nis aty, nis në atë moment. Pse e them këtë? Këtë e them gjithmonë sepse të paktën këtu në Europë, Desdemonën e kam live. Unë Desdemona për momenti po bëja një bashkëbisedim, kështu që po e ftoj Desdemonën pa humbur kohë. Okej. Që të vazhdojmë.
Ja ku jemi. Mirë mbrëma e dashur. Mirë se Përshëndetje, erdhe. si je? Përshëndetje. Unë jam shumë mirë. Ti si je? Mirë, faleminderit. Mirë se erdhe sot në live. Falenderoj. Vetëm një Po, minutë, po futem sërish sapo të rregulloj pak ndriçimin se po ndryqimi. shoh që nuk e Është i njohte. zbe. Po, është pak i zbe. Ndërkohë që në vazhdim të kësaj, po thoja dhe po shpjegoja faktin që sa e vështirë është, sa e vështirë është që ti të kapërcesh veten tënde dhe të kapërcesh gjërat që ti dëshiron të bësh, duke pasur besimin që një ditë kjo marrëdhënie do të ndryshojë, sepse aty nis gjithçka. Tek marrëdhënia prind fëmijë. Është një marrëdhënie e cila për hir të së vërtetës tek ne shqiptarët gjithmonë ka qenë një marrëdhënie në të cilën prindrit, të paktën unë jam në moshë 31 vjeç dhe prindrit tan të rritur në epokën e diktaturës kanë marrë një lloj tjetër kulture, një lloj tjetër arsimimi dhe formimi qoftë dhe backgroundi dhe stereotipet dhe mendësia e tyre nuk është si ne sot, si jemi ne sot me fëmijët tan, që respektojmë emocionet e tyre, që respektojmë dëshirat e tyre, që ndjekin fëmijën në çdo hap, që përpiqemi në çdo moment dhe bëjmë bilance çdo ditë që si ja thash këtë fjalë, a ja thash në mënyrën e duhur, a duhet të isha pak më duruar me këtë fëmijë, a duhet të qëndroja pak më i qetë përpara se të shpërtheja në inat. Një sekond, po e ftoj Desdemonën. Sërish. Okay. Ja dhe një koment që vjen nga vajzës budale, thot. Bajrami së. Nuk e di, nuk dua që të komentoj mbi këta njerëz sepse janë kaq të frustruar sa që nxjerrin gjithçka që kanë brenda tyre. Kështu që të këshilloja dashur që të zhvillohesh pak nga ana e brendshme e inër jot përpara se të komentosh, sidomos femra, se unë shikoj që komentet më negative dhe bullizmi më i madh dhe partushmëria më e madhe është kur femra ul një femër tjetër dhe pastaj flasim për emancipim. Dhe themi se nuk na respektojnë meshkujt. Ja. E ke të pa mundur thot që ti të bashkohesh, e dashur ndoshta interneti jot. Unë po të pranoj. Ndërkohë mund të bëni pyetje. Desdemona është një psikologe shumë e mirënjohur. Okej. Tani ja ku jam, sërish. Përshëndetje. Mirë se më erdhe sërish në live, e dashur. Unë po flisa pak për pjesën e marrëdhënieve. Si e mendoja unë si Kristi, dhe si ka ardhur tek unë pjesa e ndërtimit të marrëdhënieve konstruktive ose marrëdhënieve të shëndetshme që ne do diskutojmë sot së bashku. Po thoja që të paktën për brezin ton, kështu e nisa, duke qenë se jam rritur nga prindër që kanë jetuar periudhën e diktaturës, ka qenë me një tjetër mendësim me mënyrën se si ne porisim, duke parë se jam nën e 2 fëmijëve, sot ne fëmijët tanë. Sa ndikon kjo marrëdhënie parë Desdemon ndërmjet fëmijës dhe prindit për të bërë vazhdimsinë dhe për të patur problematika në rinin ton, adoleshencën ton dhe më lart? Unë do të thoja që kjo marrëdhënie është vendimtare, se në varësi të marrëdhënies që ne krijojmë me figurat atachuese kryesisht me prindrit, se jo gjithmonë janë prindrit, mund të jenë dhe gjyshrit, ato figurat tona atachuese, pra figurat e para me të cilët ne jemi rritur ose kemi kaluar fëmijërinë tonë, sigurisht që kjo do të ndikojë në mënyrën se si ne do krijojmë marrëdhëniet tona më pas, që fillojnë që në marrëdhëniet shoqërore, që në çerdhe, në kopësh, më pas në adoleshencë dhe më pas edhe marrëdhëniet intime romantike, që është edhe tema jonë që nga e tillë. Pra, ne duhet të kuptojmë pse ne kemi ca marrëdhënie jo të shëndetshme ose ne zgjedhim disa individ të caktuar. Është e vërtet.
kjo gjë. E di pse e them këtë, sepse shikoj shumë vajza për të zhvilluar sot online, që gjëja e parë që më thonë është Kristi, nuk mundem sepse bashkëshorti nuk më mbështet. Nuk e kam mbështetjen e tij as ekonomike, as mbështetjen emocionale, se nuk kupton këto gjëra që po zhvillohen sot. Kjo është gjëja e parë që un kam dëgjuar në këto 5 vite të punës time online. Ok, kjo vjen për shkak fatkeqësisht ndodh që të jemi në një marrëdhënie ose në rastin fjalë dikush që ty të ka shprehur këtë deklarata, mund të jenë shumë reale dhe mendoj që ndodhin që dy individ për shkak të shumë arsyeve të ndjesive, të kimisë, atraksionit ose vlerave, pritshmërive të përbashkëta, linjës së përbashkët të jetës, të jenë në një marrëdhënie, por vëre që gjatë marrëdhënies ata nuk kuptohen. Dhe kuptueshmëria është një gjë shumë e thellë, pra që ti të kuptosh tjetrin, duhet të kuptosh si fillim veten, duhet të kuptosh nevojat e tua emocionale, çfarë ty të pengon, cilat janë gjërat, faktorët që të stresojnë ose ato gjëra që të bëjnë të lumtur në mënyrë që të arrish dhe të kuptosh tjetrin. Kjo lidhet edhe me inteligjencën emocionale dhe jo të gjithë e kanë njësoj të zhvilluar, prandaj në çifte, këtë vëre edhe në eksperiencën klinike, vjen të re që individët nuk kuptohen me njëri tjetrin, për faktin se dikush mund të ketë një vështirësi, individi tjetër ka një nevojë tjetër ose pritshmëri për partnerin e vet në atë moment që tjetri ka diçka tjetër dhe kjo e bën shumë të vështirë. Pra kur ne nuk kuptojmë dhe nuk njohim mirë veten, na bën të vështirë që të njohim dhe të jemi empatik edhe për partnerin tonë. Sa e rëndësishme, duke qenë se unë jam një person shumë empatik dhe kam shumë të zhvilluar këtë pjesë, jo vetëm në marrëdhënie romantike me bashkëshortin, por edhe me njerëzit që më rrethojnë, edhe me studentët e mi. Dhe them që kjo ka qenë një pjesë në të cilën, duke pas të kaluarën time, sa ka qenë e dëmshme, sepse shumica e njerëzve nga empatia e seksuar që un kam pasur, e kanë marrë si dobësi timen dhe e kanë përdorur këtë lloj empatie. Un flas shumë sinqerisht në këtë gjë për atë pjesë që kam kaluar në të shkuarën. Kjo empati duhet të jetë kaq e theksuar dhe a duhet të ketë një limit që tjetri të mos e marrë për dobësi empatinë tënde? Kushdo qoftë. Në të dyja rastet shoh që problemi është te individi vet, pra si në rastin tënd ose të individi tjetër pse e merr për dobësi. Fakti që ne jemi shumë empatik është një nevojë jona emocionale pse ne bëjmë këtë gjë. Pra ne duhet të kuptojmë çfarë fshihet pas kësaj empatisë të shumë, pra kërkojmë ta fitojmë të individ këtë marrëdhënie, kemi frikë nga refuzimi, nga mosmiratimi, pra që bëjmë kaq shumë për tjetrin dhe ndonjëherë harrojmë veten, është dashuri më shumë për tjetrin se sa për veten, pra duhet të kuptojmë çfarë fshihet pas kësaj empatie. Se nëse është vetëm empati dhe është për të mirën e tjetrit, por ne nuk kemi një interes që interesi nuk është material, gjithmonë është emocional, atëherë duhet ta shohim te vetja pse ne bëjmë këtë gjë. Dhe nga ana tjetër pse individi e përfiton, sepse natyra e njeriut është që të lind duke kërkuar gjëra që të mbijetoj, pra instinkti mbijetesës e bën individin edhe më kërkues, edhe më pranues ndaj gjërave që i vijnë. Nuk do thoya që ka njerëz që nuk e pranojnë të mirën ose nevojën ose ndihmën që i jepet, sepse empatia lidhet edhe me sa e ndihmon ti tjetrin, pra kur e kupton gjë ti edhe sa e mbështet emocionalisht personalisht dhe nuk besoj se ka njerëz që nuk e duan këtë gjë pavarësisht se mund ta kenë marrëdhëniet e tyre, shoqërore, familjare ose edhe romantike, nëse e shikojnë nga njerëz të tjerë, nuk mendoj që nuk e pranojnë. Fakt Kristiana, Kristi, shkurt, pa. Të doja shumë të bëja një pyetje lidhur me, duke qenë se ti je në një marrëdhënie, ke fëmijë, të doja shumë të na shpjegoje, meqense se jemi tek marrëdhëniet e shëndetshme, se si të gjithë mendoj që të gjitha marrëdhëniet kanë dinamika dhe vështirësinë në momente ose në faza të ndryshme të jetës. Të doja shumë të kujtoje patjetër pa e sjell si gjë tek ne një moment të vështirë të marrëdhënies ose një krizë emocionale ose një sfidë dhe çfarë ju keni parë si tipar ose aftësi për t'ia dalë. Pra ku ishte çelësi në marrëdhënien tuaj? Vështirësia ka qenë në periudhën kur unë kam lindur vajzën, në 2021, ka qenë periudhë e pandemisë,
komplet izolim i madh, një person si unë tepër hiperaktiv që nuk kisha mësuar të izolohesha në shtëpi, fakti i bërjes për herë të parë nën, pa pasur afër familjarët e mi përveç se bashkëshortin, duke qenë në një vend të huaj, ishte për mua një super ngarkesë. Sidomos pjesa e postpartumit, një super ngarkesë e fortë emocionale, e cila shpeshherë u shoqërua edhe me shpërthime ose mos dëshira për të qoftë edhe për të prekur ti me bi, sepse mendoja që unë jam kaq e shqetësuar, kaq e agituar, kaq e nervozuar, do me thënë shqip, se dua të përdor termin shqip, kaq e nervozuar sa që e përcjellja këtë emocion edhe tek i me bi. Edhe vendosa një moment dhe thash, kjo pjesë në të cilën unë po ndodhem në këtë lloj mënyre, sepse truri im është në një në një tjetër stad i cili nuk po e kuptonte stadin ku ishte, me pak fjalë. Dhe thash, Kristi, duhet të zbresësh me këmbë në tokë dhe duhet të flasësh për emocionet që po ndjen dhe për faktin që tashmë je nën dhe prioritetet e tua janë të tjera. Këtu ka një të mirë në Spanjë ku unë jetoj që bëhen shumë këshillime gjatë periudhës së paslindjes, të cilat unë i kam ndjekur, por përveç tyre, ajo që më ka bërë shumë mirë mua kanë qenë meditimet, që më kanë qetësuar pafund. Këto kanë qenë mënyra që unë si Kristi kam ulur së tepërmi pjesën e presionit dhe pjesën e nervozitetit që e kisha kaq të lartë në atë lloj periudhe, për shkak të shumë amplifikimit të shumë faktorëve të bërë bashk. Gjetja e rrugës së përbashkët ka qenë një nga gjërat më të forta tona që kemi gjetur një urë komunikimi, kemi folur. Kam folur dhe kam thënë që nuk po ndihem mirë. Emocionalisht nuk po ndihem mirë në këtë lloj stadi dhe nuk po përjetoj mirë. Ndërkohë që nuk dua që t'ja kaloj dhe vajzës time këtë lloj emocioni negativ që mua më është gjetur brenda. Gjëja që unë kam kuptuar fort edhe për vajzat ndoshta që na ndjekin sot Desdemon, pas rënjes në depresion dhe pas daljes së saj në 2018, ka qenë fakti që unë gjithmonë shpreh gjithçka. Unë nuk mbaj asgjë për brenda vetes time, nuk dua të kem bioakumulime dhe nuk dua të kem shpërthime të forta emocionale të pakontrollueshme. Nëse nuk më pëlqen një gjë ose nëse shikoj veten që energjetikisht nuk po funksionoj më sepse ndihem super e ngarkuar, ndaloj ritmin. Nuk bëj më shumë se ç'duhet për hir të. Domethënë këto i kam eliminuar që në 2018. Po, kam vendosur disa kufi që më kanë kushtuar. Limitet e tua, e qartë. Faleminderit Kristiana që e solle këtë rast, sepse mendoj që shumë individ gjenden në situata të ngjashme, për shembull në lindjen e parë të fëmijës ose në lindjen e dytë, ose edhe në situata që nuk është fëmia ose ardha e një fëmije, pra ndryshimi i ri në familje një problem në çift, por faleminderit që solle pikërisht faktin se si ti e ke zgjidhur dhe e ke zgjidhur nëpërmjet komunikimit. Dhe ajo që unë do të përmendja sot si kyçi i zgjidhjeve të shumë marrëdhënieve, të cilat shkojnë nga të shëndetshme në të pashëndetshme ose kanë qenë gjithmonë të pashëndetshme, por ne duam të japim më shumë racionalitet, lidhet shumë me komunikimin efektiv. Por e thënë shumë e thënë pafundësisht në shumë live, në shumë media, por unë doja shumë sot të jepja disa këshilla më konkrete se si ne mund të komunikojmë. Ndodh që në të gjitha marrëdhëniet do ketë debate sepse jemi njerëz të ndryshëm, kanë vështrime të ndryshme, pra ne mund të hapemi me njëri tjetrin edhe për një gjë të vogël, që pse ti s'lo lapsit, ti thua laps, unë them s'lo laps. Pra, një gjë shumë e vogël që në varësi të këndvështrimeve do të ndryshoj mendimin dhe do të filloj një konflikt. Ajo që unë do të sugjeroja është të flasim më shumë me unë, sesa me ti duke sulmuar ose duke vendosur peshën gjithmonë tjetrit. Duke i shprehur ndjesit, gjithmonë duke thënë që unë në këtë situatë ndihem në këtë formë, ose duke shprehur gjithmonë një emocion. Unë ndihem e zhgënjur, e mërzitur, e zemëruar, kur ka emocione pozitive ose të cilat mund të jenë shumë të miksuara e të kombinuara me ato negativet, mund t'i shprehim në këtë formë. Pra, duke mos thënë që ti më bëre mua të ndjej këtë gjë, se automatikisht i bën tjetrit
të ndihet sikur është në faj, sikur është i akuzuar, i bezdisur, pra ndjesi negative dhe pastaj etiketon si nuk fajtor. kuptohet vërtet situata e grindjes ose e konfliktit, por vazhdon më shumë në një debat, në një eskalim, fillon zemërimi të rritet tek partnerët dhe pastaj nuk kuptohet fylli i gjës, më pas marrëdhëniet fillojnë të ftohen, fillojnë të kenë Urrejtje, pra shumë shkuftime, po, shumë urrejtje, zemërimi akumuluar, ndërkohë që një gjë shumë e rëndësishme që ti e preket, unë do doja shumë ta fiksoja edhe sot, është vendosja e kufive. Kur themi vendosja e kufive, nuk do të thotë që ti jemi strikt duke thënë që kjo është hapësira ime dhe ti nuk duhet ta kalosh këtë gjë. Sigurisht që ka dhe individ që e pranojnë këtë si gjë dhe janë shumë okay dhe është e drejta e tyre, por unë jam pro vendosjes së kufive që tjetrin mos ta lëm të cënoj gjërat që ne na prekin ose na bëjnë të ndihemi keq. Pra në momentin që e vëmë re që tjetri mund ta kaloj këtë kufirin, sërish mund të shprehim emocionalitetin se si ne ndihemi. Mendoj që kur kemi emocione, barierat ulen, njerëzit ndihen shumë më të hapur për të zgjidhur gjërat, sesa kur themi ti më bre këtë, tani se sa kur ngrem gishtin edhe bëjmë fajtor dikë se mund është më mirë dhe më e paqë rruga kur ti ulesh dhe bashkë bisedon me këdo. Një gjë që ne shqiptarëve na mungon së tepërmi sepse pse e them këtë, unë bëj krahasimi me një kulturë ku kam marrë një shkollim këtu me shkollimin tim në Shqipëri që mungojnë marrëdhëniet e konstruktive dhe mungon komunikimi. Në marrëdhënie gjërat duhet të jenë sa më të qarta dhe pa u fshehur çfarë do lloj emocioni që ti ndjen, çfarë do lloj bezdisje që ti mund të kesh, por gjërat anashkalohen ose lihen pas dore dhe pastaj kur ato mblidhen së bashku, ku bëhet një biakumulimi të gjitha emocioneve negative, detyrimisht që ti do shpërthesh dhe pastaj do kalosh në ekstreme, siç ne i kemi parë, siç ti i ke diskutuar dhe në media që unë kam dëgjuar disa prej tyre, sepse ekstremi në një marrëdhënie romantike, meqense po e cek sepse ndodhin shumë dhe kam dëgjuar shumë në Shqipëri, nuk vjen nga hiçi, po vjen pikërisht ka një rrugë të gjatë, ka një filles, ka dhe këtë fundin tragjik sa mund gjithmonë. Kështu që për të arritur atje duhet me patjetër që ti të qetësohesh dhe të ulesh dhe të qartësosh veten. Shumica e vajzave sot në marrëdhënie toksike janë sepse nuk njohin veten, nuk e njohin atë brendësinë e tyre se çfarë dëshirojnë në të vërtetë ato. Ndjekin trendet, mendoj unë, dhe jo emocionin, por harojnë që në një mënyrë apo në një tjetër, një emocion i fshehur, një emocion i ndrydhur, ai shpërthen dhe do shpërthej në formën më të keqe të mundshme, them unë gjithmonë. Për aq njohuri sa kam dhe për aq punë të madhe sa unë kam bërë tek vetja ime në këto vite. Këto janë këshillat të mia personale që unë i kam ndjekur dhe më kanë krijuar një Kristi në një version me një vetbesim shumë të madh dhe me një komunikim shumë të qartë për të thënë po, unë e pranoj këtë gjë dhe hajtë se po e ndërtojmë së bashku, sepse jemi dy adult, jemi dy mazhoren, dhe jo, nuk e pranoj sepse kjo gjë mua më bën të ndihem keq dhe nuk jam vetvetja. Janë dy fjalë shumë të thjeshta për ta thënë kështu. Dhe pa bërtitur dhe pa uluritur si ne kemi zakon, si mendësia jonë ka zakon për të shprehur gjërat, por duhet të qetësohemi. Ka ardhur një moment shumë i bukur në Shqipëri dhe në gjithë vendet jo si të Europës, edhe pse Shqipëria është e Europës, po them për të pjesën e emancipimit, që njerëzit kanë filluar fort të merren me veten e tyre, e sidomos femrat. Dhe kjo gjë mua më vjen shumë mirë dhe është shumë për të duar trokitur kur merren me veten e tyre dhe kuptojnë se çfarë ato dëshirojnë të bëjnë me veten e tyre, përpara se të hedhin hapin e krijimit të një marrëdhënieje e cila detyrimisht që do mund të dështosh dhe nuk mund të etiketohesh dhe duhet të mësosh veten që gjithmonë do ketë një rast që ti ndoshta edhe pas një periudhe të gjatë, edhe pas një lidhje shumë të gjatë që mund të kesh, mundet që kjo lidhje ka qenë për ty një lidhje thjesht fasad ose e iluzionuar se mund, sepse reale nuk ka qenë për aq kohë sa ka zgjatur kaq shumë dhe për aq kohë sa ty të ka bërë të ndihesh keq dhe të kalosh në stade të tjera dhe në rënje të tjera mentale.
Kjo është këshilla që unë do t'jepja të gjitha vajzave sot që ndjekin live-in, po dhe çdo personi tjetër që do ta ndjeki këtë live për të qenë në harmoni dhe në një marrëdhënie romantike të shëndetshme, sepse kjo është primarja për çfarë do lloj marrëdhënie tjetër, se nëse ti nuk ndihesh mirë në shtëpi me bashkëshortin tënd, me të dashurin tënd, me të fejuarin tënd, ti nuk mund të ndihesh mirë edhe jashtë kësaj edhe jashtë këtij rresit vogël, se mund që ne e krijojmë vetë. Nuk mund të ndihesh mirë dhe e përcjell të gjithë të emocion, si në punë, si me studentët, si me klientët, dhe në një mënyrë apo një tjetër ajo ngret krye. Pra, ky lloj emocioni ndrydhur apo ky lloj agresiviteti pasur në këtë shtëpi që vetëm bërtitet, detyrimisht që ti do të bëj të ndihesh gjithkohës në alerta dhe të jesh kështu e friksuar që po sikur duhet të mendosh 10 herë pa pritur, pra që dikush të thotë që ti je mirë sot, ti nuk e shpreh dot këtë lloj gjendje, sepse ti je mësuar gjithkohës dhe truri jot është mësuar gjithkohës në alerta, është mësuar gjithkohës në zemërim, në nervozitet, pra gjithmonë ke ndjell ato ndjenja negative, jo ato pozitive të vërteta, për të patur harmoni. Pra janë gjëra shumë të thjeshta se mund që nuk duhen stërsmadhuar, se duhet pak punë dhe pak dashuri, dy shpirtra të bukur që bëhen bashkë, po pa e cënuar njëri tjetrin dhe individualitetin e njëri tjetrit. Kjo është marrëdhënie e bukur, them gjithmonë. Jo vetëm e ke thënë shumë bukur, jam shumë dakord dhe nuk heq asnjë nga ato fjalë që ti the më parë. Unë do thoja që jo vetëm femrat, por edhe meshkujt në Shqipëri, shoh që po evolojnë shumë tek mendësia e tyre, pavarësisht që është shumë e trashëguar që ka stigmë, paragjykim të shkosh në terapi ose të ndihmosh veten, qoftë edhe të flasësh me një familjar kur kemi vështirësi në marrëdhënie, por shoh që po bëhet një punë shumë e mirë. Unë do thoja që më vjen mirë përveç femrave dhe meshkujve për çiftet që vinë në terapi. Unë them që ka shumë shpresë ky vend dhe po shkojmë drejt të bërit edhe ne si vendet europiane, pse jo, sepse shoh që çiftet kur shohin që një problematik të caktuar nuk e zgjidhin dot, dikush po na shkruan. Blerta thot, kam rastis shumë femra që kanë filluar të punojnë me veten, mirë po pak meshkuj, thot, a mendoni që paraqet problem kjo? Sigurisht që është një problem, sepse meshkujt patjetër që dhe ata kanë problematikat e tyre, mënyrën se si janë rritur, faktorët e tjerë ambiental që kanë ndikuar, dhe nëse trajtohen vetëm gjinia femërore, patjetër që do shohin që dinamika do jenë të vështira me meshkujt, por unë do thoja që ka shumë meshkuj që po punojnë me veten. Pra, mbase ti një pak, por edhe unë një goxha shumë që vinë në terapi dhe mendoj që dhe të profesionistë të tjerë shkojnë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mbase stigma është më e lartë për meshkujt, ose gjykohen më shumë dhe ata automatikisht e gjykojnë dhe më shumë veten, por për faktin që vinë edhe çiftet në terapi, shoh që ka shumë shpresë, sepse shohin që një problematik të caktuar nuk mundet ta zgjidhin vetë dhe nuk e lën marrëdhënien të evolojë në debate, në konflikte, por thonë, po shkojmë në ndihmë profesionale, dhe kam vënë edhe nga praktika klinike që çifte që mendonin në seancën e parë që nuk do ta vazhdonin marrëdhënien, pastaj kanë vazhduar dhe janë shumë mirë, dhe më vjen shumë mirë dhe për feedbackun që japin më pas. Pra, që do thotë ka gjithmonë një mundësi për të zgjidhur. Unë shoh që ku ka një problem, ka dhe një zgjidhje. Një gjë shumë e rëndësishme që unë do theksoja dhe do thoja si përfundim për marrëdhëniet është të mos e ndërtojmë marrëdhënien në gënjeshtra, sepse ne nuk gënjejmë tjetrin, po gënjejmë veten dhe ne nuk do donim që dikush të na gënjente. Pra, kur marrëdhënia ndërtohet në gënjeshtër, është njësoj si një kështjellë ndërtuar në rër, e cila do shembet, nuk ka çfarë të bëhet ndryshe. Mendoj sot Aida që është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si një mashkull është rritur dhe edukuar në familjen e tij. Absolutisht. Jo vetëm për meshkujt, edhe për femrat, pra kjo gjë lidhet me marrëdhëniet. Se si ne jemi edukuar dhe si jemi rritur. Nëse ne vim nga një ambient që është i pashëndetshëm dhe traumatik, patjetër që këto trauma, mënyra e sjelljes do të manifestojnë dhe në marrëdhëniet tona. Pra ne nuk jemi të ndryshëm, siç tha edhe Kristiana më parë, nuk jemi të ndryshëm në marrëdhënie në çift dhe ndryshe jashtë ambientit. Pra, të gjitha marrëdhëniet kanë një ngjashmëri. Ajo që unë do thoja një gjë tjetër shumë e rëndësishme që më kujtoa tani dhe nuk dua ta harroj, është fakti që
Gjithsesi, ne duhet të ndalojmë dhe të kuptojmë se ne i zgjedhim këto marrëdhënie, që në duke janë të pashëndetshme, sepse kjo lidhet me problemet që ne kemi, që mund të kenë të bëjnë me atë që ne nuk e kemi përjetuar asnjëherë në jetë, mbase nga figurat atashuese, nga mungesa, por mund të jetë edhe diçka që ne kemi të ngjashme. Është shumë e vërtetë. Kemi të dyja, pra të dyja standardet ose të dyja arsyet që janë shumë të pavetëdijshme, që ne kërkojmë diçka që nuk e kemi dhe kërkojmë te një individ, sepse na duket sikur ai na plotson një pjesë të vetes tonë, por nga ana tjetër mund të jetë edhe një model i ngjashëm që mund të jetë toksik dhe i pashëndetshëm. Kur them një model i ngjashëm, mund të jetë me figurat atashuese. Për shembull, një djalë që mund të ketë një marrëdhënie të pashëndetshme ose shumë tipare, që nuk i pëlqejnë tek nëna e vet, pavarësisht që ka shumë gjëra të tjera që do dhe adhuron, janë disa që janë të pashëndetshme, pa dashje, pa vetëdijshme vetë dhe shkon tek zgjedhja, pra që edhe marrëdhëniet e veta me femrat janë pikërisht të ngjashme me mamen. Gjithashtu edhe për djemtë. Ndjesë për vajzat të njëjta gjë, pra që zgjedhin figura atashuese të ngjashme me babain dhe pastaj zgjedhjet janë të ngjashme. Unë do thoya që të ndalojmë një herë dhe të kuptojmë pse ne bëjmë këto zgjedhje, pra pse ne shkojmë në këtë rrugtim dhe ndonjëherë ngrem atë pikë pyetjen, po pse më ndodhi sërish kjo gjë? Pse sërish ky individi më lëndoi? Çfarë bëra unë gabim? Ndërkohë që mund të kuptojmë që lidhet çdo gjë me zgjedhjen. Lidhet me një besim të krijuar në fëmijërinë tonë që duhet të ndjekim shembullin. Për shembull, ka shumë vajza që unë kam dëgjuar që babai më ka keq trajtuar, nuk më ka plotësuar, më ka mbyllur, kam qenë një vajzë mbyllur që nuk e ndisha dot ëndrat e mia, nuk ndisha dot dëshirat e mia dhe pikërisht marrëdhëniet që zgjidhnin ato dhe djemt që zgjidhnin për të pasur, për të dashur, kanë qenë pikërisht figura atërore e saj, e cila ishte në një formë të fshehur, në duke sikur i plotësonte gjithçka, por është si pune e pjesës së rrjetit social Instagram që ne jemi, që shfaqet vetëm ana pozitive, por në brendësinë e vet janë meshkuj të cilët janë dhunues, në kuptimin e mirë të fjalës, dhunues verbal dhe dhunues fizik. Kështu që kjo pjesë duhet, prandaj them që jo vetëm vajza, por dhe meshkujt duhet ta kuptojnë veten dhe duhet ta njohin veten e tyre në këtë pikë për të bërë të mundur zgjedhjen e një marrëdhënie jo perfekte. Unë nuk jam personi perfekt. Një marrëdhënie nuk quhet perfekte për mua. Për mua një marrëdhënie është e bukur kur është e ndërtuar në bazë të komunikimit dhe në bazë të empatisë ose pjekurisë emocionale. Kjo është ajo që ty të jep avantazh për jetën, sepse një zgjedhje, një marrëdhënie toksike ose një bashkëshorti jo të mirë, unë them gjithmonë dhe kam si refren në veten time, ai ose do të çojë 2 hapa përpara ose do të sjelli 2 hapa mbrapa. Kështu që të gjitha këto kanë një nisje, kanë dhe një përfundim të tyre. Për ta mbyllur Desdemona, është një live i gjatë, pra ndërtimi i marrëdhënieve është kryefjala, do thoja unë, për gjithçka që ne bëjmë sot, dhe pasja e marrëdhënieve sot konstruktive ka ardhur në një mënyrë që mua po më pëlqen dhe njerëzit po rindërtohen më saktë nga e para dhe po shërojnë traumat e tyre, po kuptojnë veten çfarë dëshirojnë. Për të rinjt e sotëm, duke qenë për të rinjt adoleshentët dhe ata që janë deri në moshën 20 vjeç. Çfarë këshille do t'i jepje ti për krijimin e një marrëdhënieje romantike të shëndetshme? Si fillim të kuptojnë pse bëjnë këtë zgjedhje ose pse janë të tërhequr nga individë të caktuar që duken të pashëndetshëm ose kanë ato red flags që ne i quajmë, pra ato sinjalet, dhe pse vazhdojnë e bëjnë këtë gjë, pra çfarë nevoje kanë, se ndonjëherë individët krijojnë marrëdhënie edhe sepse kanë një frikë të braktisjes, frikën e vetmisë, që janë shumë të fshehura nga pas çdo zgjedhje që ne bëjmë, dhe ne duhet të kuptojmë pse tek vetja dhe më pas të drejtohemi te tjetri. Më pas në marrëdhëniet, pasi është krijuar, do thoja që të jemi vetvetja dhe të sinqertë, pra të flasim në varësi të nevojave dhe jo të kemi pritshmëri për tjetrin pa
pa i shprehur ne çfarë nevoje kemi. Pra, tipikisht duke thënë po ti duhet ta kuptoje këtë gjë, ndërkohë që ti nuk e ke thënë këtë nevojë. Ose të flasim duke sulmuar tjetrin pa e shprehur nevojën tonë ose emocionet tona. Unë mendoj që çdo lidhje është e shëndetshme në momentin që ne nuk flasim pa emocione. Pra, kur ne shprehim gjendjen emocionale, edhe individët që mund të kenë trauma shumë madhore dhe mund të jenë dhënues, në atë moment barierat e tyre do të bien, sepse do të kuptojnë që edhe tjetri ka ndjesi ose mund të jenë me empati. Mendoj që kjo është zgjidhja e komunikimit, vendosja e kufive të qartë të vetes, por edhe të tjetrit, të respektojmë kohën e tjetrit dhe të dashurit veten gjithmonë, se nëse ne duam veten, patjetër që tjetrin mund ta duam dhe mund t'i falim dashuri. Unë do doja shumë t'i lexonim pak komentet e vajzave para se ta mbyllim. Ka shkruar atë do dalesha edhe ka shkruar Ana, unë i kam ndjekur dhe të kam pyetur për to të gjitha. Ana Marketing ka shkruar, po ashtu do të shtoja dhe faktin e të jetuarit, thot në një familje të madhe dhe që shpeshherë thot dashur pa dashur të duhet të zgjedhësh. Fiks këtë që sapo tha zonja kërkojnë të bëjnë sjelljet e prindërve. Dhe thot që i shoh këto raste edhe këtu, lindin dhe këto ngërçe në komunikim. Kjo është në familjet e mëdha, po ndjes në familjet e mëdha ndodh sepse kemi shumë breza të ndryshëm dhe vështirësia për të marrë vesh ose për të kuptuar mendsinë e njëri brez me brezin tjetër është gjithmonë shumë e vështirë dhe do ketë gjithmonë probleme, por mendoj që prap mund të gjendet një rrugë mesme. Unë do sugjeroja që çiftet të kishin ata hapësirën e tyre private, por ndonjëherë nuk është e mundur dhe sërish ne mund ta gjejmë një rrugë të mesme ose një rrugë komunikimi edhe me brezat e tjerë. Pra nuk do të thotë se kjo është patjetër e domosdoshme, është gjithmonë në varësi të mundësisë. Po, në varësi të gjithë faktorëve që ty të rrethojnë, sepse ndonjëherë bëhet si domosdoshmëri që duhet me patjetër, ndërkohë që faktorët nuk ta lejojnë këtë lloj domosdoshmërie dhe rehatie që çiftet e rinj kërkojnë sot. Ana, Desdemona, unë dua që të falenderoj për këtë live. Ky live përveç se në Instagram do të jetë edhe në YouTube channel që mund ta shikojnë. Gjithashtu për çdo lloj këshillimi që mund të marri nga ana juaj, pra nga ana psikologjike, unë do të bëj tag në faqen time për çdo lloj kërkese, sugjerimi, qoftë edhe seance që mund të jeni. Ne mund të zhvillojmë sërish një live tjetër për tema që edhe një question në Instagram për të parë më shumë dominancë. Për temat që janë të interesuar dhe pse jo, mund të jemi këtu për të ndihmuar sado pak. Nuk e di nëse para se ta mbyllim do kishim ndonjë pyetje të fundit ose ndonjë kërkesë, se do doja të mos i linim edhe shikuesit pa një kërkesë të fundit. Nëse jemi okay? Okay. Përshëndetje dhe shumë faleminderit të dyjave, ju përshëndes të dyjave, faleminderit shumë. Përshëndesim edhe na. Okej, atëherë nëse s'kemi ndonjë pyetje, mund ta mbyllim. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë me mesazhet kryesore, pavarësisht që janë të shkurtra dhe secila prej tyre ka nevojë për më shumë kohë për tu elaboruar, por për çdo gjë, kush do dojë mund të jetë i lirë të na kontaktojë edhe privatisht nëse ka nevojë për ndonjë informacion më tepër. Por ne do të vazhdojmë në live në vazhdim dhe është një eksperiencë shumë e bukur. Faleminderit të dyjave. Shumë faleminderit për prezencën tuaj, që qëndruat deri tani me ne. Ju uroj më të mirat. Desdemona, faleminderit e dashur dhe paç një natë të qetë. Mirupafshim. Edhe për të tjerët, mirupafshim. Mirupafshim.